një pjesë e madhe e popullit serb beson se shqiptarët kanë ardhur nga Kaukazi, ajo që ka pasur Caucasian Albania. Është një nga mashtrimet më të mëdha historike, sepse Caucasian Albania është një grup i cili ekziston sot, që ka ngelur, quhet Udit, janë rreth 11.000 vetra që jetojnë në kufirin e Armenisë me Azerbajxhanin, duke se afër Gjeorgjisë, dhe këta njerëz kanë të njëjtën gjuhë që kishin ata Caucasian Albania atëherë. Serbët i kanë fryrë kësaj tezën perëndim për i kohë gjatë. E di, vetëm me një përgjegjësim afrim Albania. Po atje në të njëjtin vend ka ekzistuar një Caucasian Iberia Kaukaziane. Domethënë Spanja pas ka qenë atje. Spanja, Portugalia, Gadishulli Iberik pas kanë qenë dikur në Kaukaz. Ky është faj i rrugtimit tonë të vonë në histori. Ne duhet i njohim fajin vetes. Ne duhet të themi që në qoftë se ne do kishim mundur që ta shprenim doktrinën tonë kombëtare më përpara. Atëherë dhe bota do njihte se kush jemi ne, çfarë geni kemi, çfarë kemi bërë për Evropën. Skënderbeu realisht e ka mbrojtur Evropën nga pushtimi. Kjo është reale. Fakti që kam me mira libra të shkruar për atë në perëndim, atëherë tregon që kjo ka ndodhur. Atëherë si ka mundësi që ne si komb nuk jemi në gjendje që këtë fakt ta themi, sepse s'kemi gjuhën. Për pjeket për shembull, një nga ata njerëzit që kanë ndikuar më shumë që ti pyete. Shfaq Bekonica, Revista Albania. Ky gjeni, ati mund të thuash gjeni, i cili megjithëse ishte gërnjar. Ishte gërnjar me Nolin, të dy gjeni. Nuk mund themi gjeni për gjitha gjërat. S'mund të themi Nolit gjeni për shtet formime. Unë kam... Po i themi gjeni për krishën autogjefale. Shpallja që Gazeta Albania i bëri kombit shqiptar dhe problemet të tij në Bruksel, ose në vendet në të cilat shqiptarët lexonin ose bota e lexonte, është një shkrimtar shumë i njohur francez që thotë mos kam pas njerëz si ky, thotë. Ky flet gjithsesi 7 gjuhë, ky është i jashtëzakonshëm. Faik Bekonica, nga Konica, në territor shqiptar që sot nuk është më në dhënë tonë. Kështu që ndalim gjitha këto bashkë. Dalim tek një pse u zgjodh Vlora për shpalljen e pavarësisë, një çështje tjetër që meriton hulumtimin tonë. Po, tani Ismail Qemali ishte nga Vlora. Dhe Ismail Qemali është dhe ngelet babai i shpalljes pavarësisë. Arkitekti kryesor i asaj, njeriu që kuptoi që po qese nuk vepron o sot o kurr. Po. Dhe pse themi ne këtë? Për shembull, Rafael. Është një komp për 30 milionësh në kufit e Iranit, Siris, Turqisë, Kurdistanit. Yes. Nuk kam akoma 7 vetë, janë 30 milionë ata. Ka shkruajtur një studius amerikan një libër, quhet No Friends But Mountains, asnjë mik përveç maleve. Okej? Ata akoma nuk kanë komp. Pse? Sepse Turqia, jo Irani, jo Iraku, jo Siria, nuk lejon që ata të formojnë komp. Ata kanë drejtën që të kenë një komp vetin. Kanë pasur një nga udhëheqësit Oçajlani, nuk po them në histori. Oçajlani është figurë e vonë dhe me shumë pikë pyetje. Ata kanë përdorur terrorin. Sultan Saladini ka qenë gjysmë kurd, okay? Ka qenë kurd. Okay? Ai sultan që ka luftuar me Richard Zemërluanin, figurë e zakonshme, okay? E kalifatin atë kohë. Ishte lideri. Tani, ky komp në periudhën po flasim nga vitin 1200, po shkojmë 700 vite më vonë. 800 ose 900 vite në qoftë se 800 vite në qoftë se sot. Atëherë, ky komp s'ka shtet. Nuk ka shtet. Nuk lejohet që të ketë institucionet e tij, ku të flitet gjuha e tij e gjithë tjerat. Ne si shqiptar arritëm që ta krijonim një shtet. Edhe kjo në varësi të Ismail Qemalit. Tani ishte nga Vlora, mendoj se kjo u zgjodh edhe si një vend që ishte pak si larg gjuruldive, luftrave ballkanike, të cilat Serbia që po zbriste poshtë. Ti nuk doj që ta formoje diku tjetër. Domethënë, përpiqeshe që të gjeje, edhe Ismail Qemali ishte deputet i Vlorës, i asaj zone me fjalë, përpiqet që të gjeje një vend i cili më së miri do realizonte detyrën që ky proces do kryhe pa jo në rrezikun e drejt për drejt dhe eminent të perandorisë osmane për ta ndaluar, Turqia absolutisht nuk e donte,
ose të fuqive të tjera të mëdha, të cilët donin që ta pengonin. Një ka i faktu, se Ismail Qemali shkojnë në Bukuresht, pastaj shkojnë në Vjenë, pastaj mori anijen Trieste për të ardhur në Vlorë. Nuk mund të zbriste në Vlorë se ishte bllokuar Vlora në atë kohë. Nga ky rivaliteti austro-hungarezo-italian. Po. Dhe prandaj u bë ndalesa në Durrës. Shumë shkopim përpiqen që t'i fieshin rrota. Figura kishtare në Durrës ishte një njeri me emrin Jakov, i patriarkanës greke, i cili u përpoq që t'i thoshte që ortodoksët janë grek. Ismail, jepet edhe ai filmi Nëntori 2. Jepet ai detajt aty. Po në mënyrën e tjetër. Fakti më tepër ishte sepse Serbia po afrohej shumë rreth Durrësit. Por ky ishte fakti tjetër se këta nuk mund shkonin në Vlorë në atë kohë. Kështu që këta duhet ta bënin këtë rrugë, morën atë rrugën duke dalë te nga Kavaja, nga Golemi, u kaluan nëpër ajo që është tek filmi. Që është kaluan nëpër Myzeqe dhe derisa më në fund arritën në Vlorë dhe ndodhi Ismail Qemali thot kur arritën në Vlorë thot më mbush zemra me gëzim. Po se shikoj atë vrullin e shqiptarëve, dëshirën që shpreh në sytë e gjithë njerëzve për të arritur atë që ata meritonin fund fare. Dhe u bë ajo ngjarje historike, ngritja e flamurit, të cilën ne duhet ta vlerësojmë. Është nëntori i dytë në historinë e kombit shqiptar. I thuhet nëntori i dytë, është, domethënë, nga pikpamja poetike apo është historikisht? Historikisht Skënderbeu la betejën e Nishit në nëntor. Në nëntor. Por Ismail Qemali ju referua asaj që ngritin në nëntor apo qelloi? Mendojmë që Ismail Qemali patjetër që mund ta kishte një ide se si mund se kur Skënderbeu ishte larguar nga. Ti ke fjalën, ai ishte e qëllimshme ngritja me 28 nëntor apo koincidencë historike? Apo si dihet? Nuk mendoj që, shiko, ata po vinin që ta bënin këtë sa më shpejt. Po. Okej? Kjo është ideja. Nuk ishte rëndësi më tepër data. Po. Por data nga njëherë është edhe datë providenciale. Po. Okej? Po. Janë gjëra që nuk vendosen thjesht nga njerëzit, por nga krijuesi i kësaj bote. Kështu që tani, nuk mendoj se qëllimi i Ismail Qemalit ishte ta shpallë pavarësinë në të njëjtën ditë ose që Skënderbeu mori krujën. Por qëllimi ishte që të bëhej sa më shpejt. Sikundër thash, vendimet merreshin njëri mbas tjetrit. Nganjëherë një vendim i marrë në një ditë duhet ndryshohet nga vendimi i ditës tjetër sepse jo, madje Ismail Qemali urdhëroi Beratin ose Elbasanin ta shpallte përpara pavarësisë. Tirana ka shpallur përpara e tjerë. Është ngrit flamuri në Tiranë. Sa të unifikuara ishin delegacionet shqiptare? Ishte kuvendi i Vlorës përfaqësuesi i gjitha trojeve apo është më tepër rezultati i situatës së konjunkturave politike të kohës? Kishte përfaqësues, ajo lista që është lista e nënshkruesve të ashtu tregon qartë që kishte një pjesëmarrje solide të njerëzve që vinin aty. Për shembull ishin 2 nënshkruese nga Cakrani, Mitat Frashi është nënshkrues. Okej, djalja dy Frashrit. Edhe njëri nga paraardhësit e fisit tim, Thanas Floqi është nënshkrues. Edhe shihet firma shumë bukur. Kështu që tani të gjitha njerëz Isa Boletini nuk ishte, ne dim që erdhi më vonë, sepse ishte një front tjetër i cili ishte hapur. Po. Dhe tani ti nuk mund të lësh kur sulmohesh që të shkosh se do shpallin pavarësinë, po ndërkohë ushtrit e tjera po vinë edhe po të pushtojnë. Shiko, është një, nuk e di, mund ta gjeni, është një pikturë e cila shfaqet që jep Shqipërinë si një grua, është një mazh, dhe këtu ka një çakall. Këtu është një gjarpër. E kam parë. Ndofta. E kam parë, ka qenë e gazetës Dielli. Po. Kështu që kjo figurë, ajo pikturë pasqyron më të mirë realitetin. Çakalli, gjarpri, majmuni është nga një anë tjetër. Dhe gjitha këto ishin këto kombet rrotull. Po, skic, të gjitha kombet të cilët përpiqnin që ta kafshonin Shqipërinë. Dhe Shqipëria tani duhet luftonte ndërmjet gjithë tyre pa përkraje solide ndërkombëtare, përveç Austro-Hungarisë, për interesa, por prap duhet të themi Austro-Hungaria bëri të vetën, diskutohet, okay? Nuk ishte Shqipëria si Serbia, të themi që kishte ushtritë e carit nga mbrapa, edhe askush nuk guxonte ta prekte. Shqipëria ishte vetme. Prandaj edhe ne duhet që ta duam me dashuri të pastër këtë komb. Dhe këtë atë dhe.
sepse është rezultati i përpjekjes së gjithë tyre burrave. Fatkeqësisht që nga shpalla e pavarësisë për të ardhur ke lufta e dytë botërore, të gjithë qeveritë e tjera në vend që ta ngrenin përpara të komp, kanë mësuar. Periudha komuniste dhe kjo periudhë e tmeshme tranzicioni ka mësuar vetëm si ta vrasin dhe ta grabisin. Të gjitha ato, që nga lufta e dytë botërore deri në momentin që po flasim. Kjo ka qenë ajo që qeveritë shqiptare njëra mbas tjetrës, gjitha lider kriminal, vrasës dhe grabitçari kanë bërë aty vend. Të kthehemi në histori. Patjetër. Nuk ishte ky qëllimi, po. Jo. Sa e mundur ishte që Turqia ta ndalonte pavarësinë? Turqia mund të ushtronte presion të madh, po nuk besoj se në fundit do ishte mundur që ta ndalonte, sepse shumë nga ushtarët turq ishin shqiptarë, okay? Tani, pyetja është këtu. Njeriu në vetvete do zgjedhë kombin e tij apo do zgjedhë perandorin që mendon se i përket? Në fund fare bëhet thirrja, është thirrje e brendshme. Çfarë je ti? Si i flet nënës në shtëpi? Nga vjen? Turqia mund përpiqe, patjetër që mund përpiqe, por mendoj që fuqia nuk e kishte forcën për ta ndaluar. Mund t'hidhte Shkopin në rrota, okay, mund dërgonte edhe ushtrinë nga ajo që mund të kishte ngelur, por ky do ishte një fakt i pashmangshëm në fund fare. Duke pasur parasysh edhe faktin që shumëtarë turq ishin shqiptar. Do të thënë edhe kjo që kishte akoma njerëz në Shqipëri, siç e treguan gjërat e mëvonshme, që akoma pretendonin që babai i tyre ishte sultani. Kryengritja Haxhi Qamilis të Qamilit dum babën e Tjemeran. Domethënë, kombi nuk ishte unik. Sa e përgatitur ishte qeveria e Vlorës për të funksionuar si shtet? Çfarë sfidash kishte aso kohë? Tani qeveria e Vlorës kishte një territor të kufizuar, cilin kontrollonte, nuk mund asnjëherë nuk arriti që të kishte territorin e gjithë Shqipërisë. Tani, në fakt në atë moment nuk dije saktësisht se kush ishte gjithë Shqipëria, okay? S'kishte ndodhur konferenca ambasadorëve. Ishte viti 1913, e marsit vitit 1900, që vazhdoi për një kohë gjatë. Kështu që fillimet e saj në atë muaj. Kështu që kryesisht e ushtonte në zonën e Vlorës dhe në ato zonat aty rrotull vërdall pa arritur që të hapej shumë. Ne duhet menduar një gjë tjetër, se edhe Shkodra ishte në ndërthim, nga ana tjetër, qofse do ishte luajtur më mirë mundësia, edhe Janina mund të ishte shpëtuar. Ka forca disa pashallar shqiptar të cilët kjo është një ngjarje shumë ula që Ismail Qemali ndoftë duhet kishte vepruar pak më ndryshe, mendoj. Tani kush jemi ne që gjykojmë? Po edhe është në presionin e kohës. Po.